Studentët e Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës po përballën me vonesa të gjata në marrjen e diplomave të tyre të masterit dhe bachelorit. Sipas denoncueseje, edhe pse janë diplomuar që në vitin 2023, ata ende nuk i kanë marrë diplomat dhe detyrohen të përdorin vetëm vërtetimin e diplomimit si dokument zyrtar. Ky problem nuk është i ri, pasi edhe studentët e ciklit të parë të studimeve bachelor janë përballur me të njëjtën situatë. Pavarësisht pyetjeve të shumta drejtuar sekretarive dhe strukturave përkatëse të universitetit, përgjigjet kanë qenë të paqarta, duke lënë të diplomuarit në pasiguri të plotë. Edhe dekania, sipas denoncueses, nuk është përgjigjur ndaj kërkesave të studentëve. Mesazhi i plotë. Përshëndetje, jam diplomuar që në vitin 2023 në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Fakultetin e Edukimit dhe akoma nuk na kanë dalë diplomat e masterit dhe besoj që këtë problem e kanë edhe të bachelorit. Dhe pak mbushim 2 vite që jemi diplomuar dhe në punë e kudo ecim me vërtetimin që jemi diplomuar. Nuk e dim se kur do të nxjerrin ato diploma edhe sa vite duhet të mbarojnë. Ky problem ishte edhe me diplomat e bachelorit, prandaj po ju shkrua juve dhe ndoshta e gjejmë një zgjidhje. Ju lutem postojeni anonim. Besoj se ky mesazh është problemi të gjithë atyre që janë diplomuar dhe s'kan marrë diplomat në UAMD. Kemi pyetur me qindra herë, por nuk kanë dalë ende, thonë gjithmonë. Sekretarët nuk marrin ankesat, edhe dekania nuk përgjigjet në mesazhe.